Në vijim të sqarimit publik se ndaj presidentit të Partisë së Lirisë zotit Ilir Meta ekziston zero fakt, zero provë penale dhe zero lidhje të tij me aferën Çesdia, do të publikojmë sot prova të reja ligjore që jo vetëm e varrosin këtë proces fars kriminal dhe të urdhëruar politikisht kundër tij, por edhe prova që do të ekspozojnë, do të nxjerrin në dritë të diellit kallëzuesin e rem të përdorur për këtë qëllim nga Edi Rama, zotin Romeo Kara. Më herët kemi faktuar, mbështetur si për herë vetëm mbi prova dhe dokumenta ligjor, se zoti Kara rezulton me probleme me drejtësinë dhe se ndaj tij ka dyshime serioze sa i përket shëndetit mendor. Treguam vendimin e prokurorisë së krimeve të rënda, që refuzoi, ky është vendimi, që refuzoi të jap statusin e dëshmitarit të mbrojtur, pikërisht sepse të ashtuquajturët dëshmit e tij u konsideruan indirekte dhe se gjithçka ai kishte thënë nuk kishte vlerën e provës. Ndërsa sot do të vijojmë me publikimin e të tjera provave ligjore që rëndojnë mbi këtë kallëzues të rem dhe që në vlerësimin tonë janë injoruar qëllimisht nga prokurorët sy lidhur të spakut. Prova e parë është dëshmia e zotit Elvis Mataj nën betim, i cili pohon ndër të tjera se ishte pikërisht zoti Romeo Kara, pra kallëzuesi i rem i zotit Meta, ai që e kishte detyruar të jepte sipas tij dëshmi të reme. Konkretisht, duke ju referuar një sër takimeve në Vjenë me Dr. Hauser, që është avokati i administratorit të dijes së asaj kohe zotit Kastriot Ismailaj, zoti Mataj sqaron pikërisht se ka qenë Romeo Kara ai që e ka bindur të fliste me zotin Ismailaj, pra të vijonte, të jepte dëshmi të reme. Ja çfarë thot zoti Mataj në dëshmitë e tij. Më duhet të merrja një vendim të vështirë, por më në fund e pranova kërkesën e zotit Ismailaj për të takuar me doktor Hauserin në Vjenë, pra me avokatin e tij në Vjenë. Nëse më kujtohet saktësisht, kisha gjithsej 3 takime në Vjenë me doktor Hauserin. Takimet u zhvilluan më 11 janar, më 12 janar 2014 dhe më 19 shkurt 2014. Vjojmë poshtë. Pas një takimi me doktor Hauserin, zoti Ismailaj, zoti Kara dhe unë, pra dhe zoti Mataj, po ecnim përgjatë Shtajfanplacit në Vjenë. Zoti Ismailaj më tregoi se doktor Hauseri kishte regjistruar deklaratat e mia dhe të gjithë bisedën në zyrën e tij. Pra avokati kishte regjistruar gjithë bisedën në zyrën e tij. Vijojmë poshtë. Pas takimit me doktor Hauserin dhe refuzimit tim, e theksoj, refuzimit tim për të dhënë një deklaratë të reme për Dian, zoti Ismailaj, thot zoti Mataj, ende nuk dorëzoi dhe mu ofrua sërish për 2 takimet e tjera në Vjenë, më 13 mars 2014 dhe 16-18 mars 2014. Arsyeja se përse i pranova këto takime, vjojmë poshtë, sqaron zoti Mataj, ishte përgjithsisht vetëm për hir të zotit Kara, i cili më kishte bindur, thot zoti Mataj, të flisja sërish me zotin Ismailaj. Vjojmë poshtë me dëshminë e zotit Mataj. Përsëri, pas një ndërmjetësimi, e thekson, nga zoti Kara, u takova për herë të fundit me zotin Ismailaj në Vjenë, mes datës 16 dhe 18 mars 2014, ku ai përsëri u përpoq të më binte për të nënshkruar deklaratën e reme. Vjojmë. Me sa mbaj mend, thot zoti Mataj në betim, kjo ndodhi gjatë udhëtimit tonë në Vjenë të hënën më 17 mars 2014 për rreth kështjellës Schönbrunn. Ne bën foto gjatë kësaj vizite. Vjojmë tej. Ai sërish po luante me mua dhe pritet e mia, kështu që unë ju përgjigja në përputhje me rrethanat dhe i propozova, pra thot zoti Mataj për zotin Ismailaj, të më paguante në të holla vetëm 750.000 euro, por të merrja 5% të aksioneve të Dias.
duke qenë se zoti Ismailaj kishte refuzuar edhe një herë të kryente angazhimet e tij, nuk pash asnjë arsye për të humbur më tej kohën time, si dhe për të përmbushur e mbështetur atë apo avokatin e tij me të dhëna apo dëshmi në çështjen e arbitrazhit në Vjenë. Pra siç e pat, zoti Mataj e etiketon zotin Kara pikërisht si nxitës të dëshmive të reme. Tani do ju tregojmë se çfarë thot vet zoti Romeo Kara për këtë dëshmi që sapo pat të zotit Mataj. Të nesërmen Elvisi, thot ai, ka dhënë deklarimin para Hauser & Partners, pra para studios së avokatisë të zotit Ismailaj. Elvis Mataj ka deklaruar çfarë i ka kërkuar Kastriot Ismaila të deklarojë. Me i herë pas deklarimit të dhënë nga Elvisi, kur kemi dalë, Kastrioti na ka thënë që e gjithë biseda është regjistruar nga studio Hauser & Partners. Tani po ju rikujtojmë se kush ka qenë thelbi i bisedave të regjistruara. Këtë e sqaron më së miri dëshmia e zotit Kastriot Ismailaj, ku ai pohon se ju kërkua të paguaj nga dyshja Mataj Kara në fillim 750.000 euro dhe më pas 500.000 euro në lidhje me shtetasin Elvis Mataj. Në muajin mars 2014 ka qenë i shoqëruar me shtetasin Romeo Kara, i cili ishte punonjës i Dias. Këta shtetas erdhën në Vjenë, Austri, në funksion të çështjes që po gjykoi në arbitrazh midis Dias dhe Çezit, dhe Elvisi më kërkoi që të mos shkonin të paraqiteshin te studio avokatis Hauser Partners, pa folur më parë me njëri tjetrin. Kam njoftuar studion në telefon se do vonohemi për të shkuar atje së bashku me Elvis Mataj dhe Romeo Kara. Në bisedë sipër, këtu fillon dëshmia më interesante e zotit Ismailaj. Elvis Mataj më kërkoi se nëse doja që ai të deklaronte në favor të Dias, duhet që unë ti paguaja 750.000 euro, nga të cilat një pjesë para dhënë direkt dhe pjesa tjetër pas deklarimit të avokati në Vjenë. Duke u habitur, thot zoti Ismaila, mbi këtë kërkesë që Elvisi më bëri, e pyeta se ç'është kjo kërkesë absurde. Dhe ai më tha që 500.000 euro mi ka ofruar pala tjetër, qeveria, shteti. Kështu që ti duhet të paguash më shumë. Ndërhyri Romeo Kara, kallëzuesi i rem, i cili tha, paguaj 500.000 euro, aj sa jep edhe pala tjetër. Unë e refuzova kërkesën e tyre. Shkova atje dhe njoftova avokatin. I kam dhënë edhe një pjesë të regjistrimit, pra e gjithë kjo tentativë, kjo histori mafioze, ofertash dhe kundër ofertash është e regjistruar. Këtë e thot zoti Ismailaj. Këtë informacion avokatët e mi e kanë parashtruar, thot ai, në dëshminë edhe nën betim, edhe në arbitrazh dhe instancat e tjera në Austri. Ju lutem për të rikujtuar dhe njerë fotot e Vjenës, Romeo Karaj, Kastriot Ismailaj dhe Elvis Mataj. Elvis Mataj dhe Romeo Karaj. Pra, është e stërprovuar, mbështetur vetëm mbi fakte dhe prova ligjore, se me çfarë niveli kallëzuesi kemi të bëjmë. Një kallëzues të rem, si Romeo Kara, të cilin e ritheksoi edhe prokuroria e krimeve të rënda refuzoi t'i jap statusin e dëshmitarit të mbrojtur, duke thënë qartë se dëshmia e tij nuk ka asnjë vlerë. Por pyetja që shtrohet tani është, si ka mundësi që ky lloj kallëzuesi dhe kallëzimi i tij të merrej seriozisht nga Spaku dhe sidomos nga prokurori Arben Kraja. E evidentojmë zotin Kraja, sepse është i njëjti prokuror që në datën 6 qershor 2016 vendosi të pushoj hetimet, pra të hedhë në koshin e plerave, kallëzimin e bërë në tetor të vitit 2015 nga kontrolli i lartë i shtetit, institucion kushtetues, në lidhje me faljen e 479 milion eurove të shqiptarëve nga Edi Rama për Çezin. Ky është vendimi për pushimin e hetimeve
në lidhje me kallëzimin e bërë e theksoj nga një institucion kushtetues si kontrolli i lartë i shtetit nga prokurori Arben Kraja. Madje pa e thirrur as edhe një herë të vetme kallëzuesin pra kontrollin e lartë të shtetit, drejtuesin e saj për ta marrë në pyetje. E theksoj pa e thirrur as edhe një herë të vetme kallëzuesin për ta marrë në pyetje. Pra, është i njëjti prokuror që hedhë koshin e perave kallëzimin e KLSH-s në vitin 2016 dhe që një vit më pas pranon kallëzimin e rrem të një Romeo Kara, të cilin mbështetur mbi fakte, vendime penale dhe dëshmi, u atreguam të gjithë shqiptarëve se kush është dhe e theksoj që edhe Prokuroria e Krimeve të Rënda refuzoi t'i jap statusin e dëshmitarit të mbrojtur. Pra, si mund të injorohet një institucion kushtetues si kontrolli i lartë i shtetit që pas auditimit të bërë ka bërë kallëzim penal për dëmin kolosal 479 milion euro dhe ndërkohë të merret seriozisht një kallëzues indirekt dhe me gjithë këto probleme me drejtësinë. Madje kujtoj që kontrolli i lartë i shtetit e ankimoi në të gjitha shkallët vendimin e prokurorit Kraja për të pushuar hetimet për aferën e faljes së 479 milion eurove të shqiptarëve nga Edi Rama për Qezin, por edhe në gjykatën e lartë, në seancën e datës 24/10/2016, me ankues kontrollin e lartë të shtetit, me objekt kundërshtim i vendimit datë 6 qershor 2016 të prokurorisë së përgjithshme. Çfarë thuhet në vendimin e gjykatës apelit? Prokurori Arben Kraja, i cili kërkoi rrëzimin e kërkesës, pra ka insistuar edhe në gjykatën e lartë për rrëzimin e kërkesës. Është tani më shumë e qartë. Por pyetja që shtron sot çdo shqiptar është si mund të injorohet një institucion kushtetues si kontrolli i lartë i shtetit që pas auditimit të bërë ka bërë kallëzim penal për dëmin kolosal, aferën korruptive të faljes së 479 milion eurove dhe në anën tjetër të merret seriozisht një kallëzues indirekt me aq probleme me drejtsinë, me dyshime serioze sa i përket shëndetit të tij mendor. Por sigurisht, kur urdhrat i jep Edi Rama nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste për ta rrëmbyer në mënyrë mafioze zotin Meta dhe për ta izoluar atë politikisht, sigurisht që për prokurorët e SPAK-ut me regji, ky urdhër publik dhe politik ka më shumë vlerë se kallëzimi i një institucioni kushtetues si kontrolli i lartë i shtetit. Ky urdhër publik dhe politik ka më shumë vlerë se sa faktet dhe provat ligjore, më shumë vlerë se sa dokumentat dhe dëshmit e dhëna në betim. Megjithatë, edhe 24 orë na ndajnë nga përballja e madhe e fakteve dhe provave ligjore me të pavërtetat, mashtrimet, manipulimet, faktet që fshihen ose bëhen sikur nuk shihen nga ana e SPAK-ut, ndaj përsërisë thirrjen drejtuar të gjithë gazetarëve të pavarur, shoqërisë së pakapur civile, trupit diplomatik në Tiranë të jenë të pranishëm në seancën e parë të gjykimit në themel në datën 27 prill ora 11:00, si edhe në të gjitha seancat e tjera gjyqësore. Ndërkohë më lejoni që në emër të Partisë së Lirisë, në emër të transparencës dhe të llogaridhënies, të kërkoj gjithashtu publikisht nga gjykata e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar të garantoj në mënyrë absolute transmetimin live të gjitha seancave nga sekonda e parë e seancës së parë e deri në sekondën e fundit të seancës së fundit të këtij procesi. Transparenca dhe llogaridhënia janë detyrime për çdo institucion apo funksionar publik. Faleminderit.